Realisht, problemi lindi thjesht për arsye që forca e re politike që erdhi në vitin 1900, Partia Demokratike, le ta themi, pati një qëndrim ndryshe ndaj luftës antifashiste të popullit shqiptar, dhe heqjen e datës 29 e shifte fare qartazi si një mënyrë për të eklipsuar, për të sfumuar, si thuash, këtë datë të madhe gjithashtu në historinë tonë, që ishte krah dhe 28 nëndorit, ditë shumë e madhe për gjithë kombin shqiptar, padyshim. Realisht, kur hynë në lojë historianët për këtë çështje, dolën prova përveç atyre dëshmive të veteranëve që kanë qenë protagonistë në betejat e fundit, para se gjermanët largoheshin nga vendi, po kanë dalë dokumenta të shumta, të cilat vërtetojnë pikërisht datën 29. Unë nuk ia rëndësi fare 29, sepse në qoftë se mbasi u shpall 29, do rezultonte që në 29 kish lindur dhe Adolf Hitleri, apo jo, do ndrohe dhe do bëhet 30, ose do bëhet 27. Këto quhen data që vendosen me konvencion, do me thënë, nuk është e thënë aq më shumë që ti nuk mund të flasësh për tërheqjen e ushtarit fundit, sepse në njësi e veçuar, apo jo, e hutuar gjermanësh mund të ketë ikur dhe në datën 5 dhjetor. Problemi është që ne kemi dëshmi edhe nga nunci apostolik, po themi ambasadori i Vatikanit. Ambasadori i Vatikanit, po. Që ka qenë në Shkodër, i vendosur në atë kohë, pikërisht e rruga pedonale, që i thonë rruga Zef Kolombi, duket tani. Aty ka qenë zyra e tij dhe ai jep një dëshmi në datën një telegram dërguar në datën 29, edhe thotë në orën 4 të mëngjesit një zhurmë e madhe erdhi nga qyteti dhe një kolonë e madhe me mjetet motorizuara gjermane u fut në rrugë dhe mori rrugën për Hanin e Hotit, pra për në kufi, në 4 të mëngjesit. Do me thënë, presupozohet që mas 1 ore, mas 2 orësh, mas 5 orësh, mas 10 orësh, s'ka rëndësi, brenda datës 29, kolona masive gjermane është larguar nga Shqipëria. Thash, nuk ka rëndësi nëse 10 ushtar gjerman të distakuar nga korpusi tyre, kanë kaluar kufiri. Problemi pra ishte politik. Kanë dalë dokumenta britanike, tani më kanë thënë edhe kolegë që merren me problemin e luftës. Dokumenta të reja. Dokumenta të reja, të cilat tregojnë pikërisht datën 29, largimin e grupit masiv të forcave gjermane nga Shqipëria. Ta është të quajtur në Gjermani i fundit në përditshmërinë tonë. Kjo është pasaj për konsum kështu në për kafene, për historinë nuk Profesor, si akademik i nderuar, pa diskutim që ju jemi referuar gjithmonë, do doja të dija për sa i përket arkivit. A ka qenë i mjaftueshëm arkivi shqiptar dhe a kontribuon arkivi huaj në dokumentimin e të dhënave, fakteve dhe avijojnë ende hulumtimet për sa i përket historisë 28-29 nëntorit, për jo vetëm? Në përgjithësi për historinë. Për fat keq, arkivi jonë për periudhën e hershme mesjetare, me cilën unë merrem kryesisht, ajo është, si thuash, periudha kohore me cilën merrem çdo ditë, nuk ka dokumenta. Ne kemi dokumenta, po themi, materiale, apo edhe për periudhën antike të shqiptarëve, të ilirëve që janë para arsit tonë, që janë dokumentat, po themi, gjetjet arkeologjike, gurvari, mbishkrime të gdhëndura në gur, në përkisha që kemi edhe portrete, si thuash, edhe figurash që kanë qenë historike, jo vetëm fetare, ka mbishkrime të atyre që quhen ndërtuesit, krijuesit e kishave të manastireve ndryshme që kanë lënë emrin, mbishkrimin, janë dokumenta historike. Ose ato që gjejmë në librat edhe librat kishtar. Librat kishtar shpeshherë, ato që quhen kodikët ne, kanë dhe shënime historike anash që janë shkruar në kohë të ndryshme, nga murgjit, nga priftërinë apo jo, të periudhës shekullin e 14, 13, 12, 11, 15 e të tjera, po që japin ngjarje historike. Si të themun, një kodik i Beratit thotë në datën kaq të vitit 1356 ra një tërmet i madh. Është një fakt historik i cili hodhi poshtë edhe kështjellën, shkatërroi edhe kështjellën e tjera. Ose një tjetër që thotë në datën
prapë në këtë vit erdhën sërbët, thot, ushtria sërbe, e cila rrethoi Beratin, e dogji, vuri flakën, lagjeve poshtë në poshtë Kështjellës, dhe me atë rast, thot, një prift i shoqëruar nga një fisnik i Beratit, shpëtuan ata kodikët që ne mburemi sot edhe në botë, ata kodik, i morën në thes në krah dhe i futën brenda në Kështjellë, se ishin në një kish jashtë Kështjellës. Pra, ka dokumenta tilla, po dokumenta arkivore. Ne nuk kemi. Për fat të mirë ndodhen në disa arkivat huaja, që nuk janë dhe fort larg, se janë në Itali, për shembull, janë në Itali, Istanbul, janë në Napoli, janë në Veneci, shumë në Veneci. Do të thënë, historia jonë mesjetare, për shembull, është një pjesë madhe është në Venedik. Ka në Raguz, që i thoshin Raguza është Dubrovniku i sotëm, po ka qenë një qytet shtet i cili ka pas dhe i një administrat, dhe sidomos është marrë me tregti, ka qenë një shtet tregtar dhe furnizoheshin nga tokat tona, nga trevat tona, qoftë me grur, qoftë me krip, qoftë me produkte tjera. Sa ishtë një vënd i siç kush ka shkuar, shumica kanë shkuar nga ne, edhe e din që është një vënd që nuk prodhon, është vënd malor, si thuash, dhe bregdetar. Kështu që kemi të tilla. Për periudhën më të re, pastaj, po, ne kemi që kur u krijua shteti shqiptar, kemi dhe dokumente arkivore, se ka pasur, si thuash, institucionet të dobta në fillim, pra pak dokumenta kemi, po kemi dhe letërkëmbimet midis patriotëve, rilindasve, që janë dokumenta patjetër me shumë vlerë, kemi artikujt e gazetave që filluan të botoheshin, kemi tekstet shkollore, apo jo të historisë, gjeografisë e të tjera, dhe me krijimin mbas luftës së parë botërore që u stabilizua shteti shqiptar, pastaj kemi një dokumentacion që është me vlerë kush bën historinë e Shqipërisë, dhe kanë bërë dhe të tilla histori të huaj, ndonjë huaj ka bërë histori të Shqipërisë pa parë dokumentacionin shqiptar, dhe kjo është një emet e madhe.